Shkolla Fillore Komunale Sajt Najdeni Dibër është një ndër institucionet më të rëndësishme arsimore në qytetin e Dibrës, me një rol të veçantë në formimin arsimor dhe edukativ të brezëve të ri. Kjo shkollë themelet e saj i ka në fillimet e viteve 90-ta, ndërsa si shkollë është zyrtarizuar në muajin mars të vitit 1999 dhe që nga fillimi i saj ka qenë një vatër e dijes dhe vlerave njerëzore. Gjatë periudhës së luftës në Kosovë, shkolla Sajt Najdeni tregoi solidaritet dhe humanizëm të lartë duke përfshirë në procesin mësimor edhe nxënës nga Kosova, të cilët ishin detyruar të largoheshin nga vendlinja e tyre për shkak të luftës. Kjo periudhë mbetet një ndër dëshmitë më të qarta të angazhimit të shkollës për përfshirje dhe ndihmë ndaj të gjithëve, pa dallim. Përveç mësimit të rregullt, shkolla është aktive edhe në projektet dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Ajo ka bashkëpunuar me organizata dhe programe të njohura si Megjashi, Ambasada e parë e fëmijëve në botë, Peace Corps, si dhe programi Erasmus, duke ofruar mundësi të reja për nxënësit dhe mësimdhënësit për të shkëmbyer përvoja dhe për të mësuar për kulturë dhe sisteme të ndryshme arsimore. Shkolla ofron mësim nga klasa e parë deri në të 9-ën, me një staf profesional dhe të përkushtuar që punon çdo ditë për zhvillimin e plotë të nxënësve, si në aspektin akademik ashtu edhe në atë etik dhe shoqëror. Mësimi zhvillohet në ambiente të përshtatshme dhe të sigurta, ndërsa nxënësit kanë mundësi të marrin pjesë në aktivitete të shumta jashtëmësimore, si gara diturie, aktivitete kulturore dhe artistike, si dhe projekte ndërkombëtare. Shkolla Sajt Najdeni nuk është vetëm një institucion arsimor, është një hapësirë ku mbillen vlera të qëndrueshme, ku nxënësit rriten me ndjenjen e përgjegjësisë, respektit dhe bashkëpunimit. Ajo vazhdon të jetë një model suksesi dhe përkushtim në arsim, duke kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në zhvillimin e komunitetit dhe të shoqërisë në tërësi. Quhem Kadriye Zunçe, jam nga Dibra e Madhe, vi prej shkolla Sajt Najdeni. Dhe ti luan në këtë orkestër që sa vite? Që 3 vite, me asnëtar Mahmut Marku. Të pëlqen kjo? Shumë. Keni marrur pjesë dikun tjetër përpos në shkollën tuaj? Po, kemi marrur në Shkup. Në Shkup? Po. Ka qenë frym garuese apo vetëm jeni prezantuar dikund? Frym garuese. Garuese. Dhe vërtet i luani shumë mirë, do me thënë, kësaj vegle muzikore është mandolina, apo jo? Po. Unë quhem Hatice Dumani dhe jam nxënëse e shkollës Sajt Najdeni. Që sa vite je në këtë orkestër? 4 vite. Që 4 vite. Kush ju drejton në këtë orkestër të bukur, si ndëgjova më parë, vërtet luajtet shumë bukur në mandolina. Arsimtar Mahmut Marku në Aushtrë. Po, keni prezantuar edhe në manifestime apo ndonjë garë tjetër? Po, në Shkup kemi pasur gara. Dhe si keni kaluar bukur? Shumë mirë. Të pëlqen kjo, do ta vazhdosh? Po. Unë jam Puhiza Gjergji. Puhiza? Gjergji. Gjergji, të ndëgjova sa bukur që na luajtet në këtë orkestër, vërtet më pëlqyen ato telat e instrumentit. Puhiza, që sa vite ti je në këtë orkestër? Kam 4 vite që merrem me mandolinën dhe jam pjesë e orkestrit. E orkestrit. Dhe prezantoheni shpesh ju me këtë orkestër? Sa herë në javë keni ushtrime? Trajnoni me drejtuesin tuaj? 2 herë në javë, me arsimtar Mahmut Markun. 2 herë në javë. Po koordinoheni kështu, të pëlqen kjo punë në tim që bëni së bashku? Po, tepër. Çfarë mendon, çka është kryesorja derisa i bie instrumentit? Është dëgjimi dhe ritmi? Mund të jetë, por do të jemi normal të fokusuar në punën që bëjmë. Dhe ta bëjmë me qejf, pse jo. Përshëndetje, unë jam Enesa Kazani, vi nga Dibra e Madhe, jam nxënëse nga shkolla Sajt Najdeni. Të parë se si luajnë në kitarë, që sa vite luan në këtë instrument të bukur? Unë luaj që 4 vite, po, dhe e dashuroj. E dashuron, është normal, mirë po ishe e vetmja me kitarë këtu, në të tjerat ishin me violin, apo keni në bashkangjitje edhe instrumente tjera në këtë orkestër?
Në fakt, kemi mandolina, si që pat, po jam e vetmja me gitarë, po Të pëlqen kitara? shumë. Të ndihmon me siguri edhe arsimtari, drejtuesi që bën këtë orkestër. Ai me siguri bie i dhe kitarës? Po. Sa bukur. Po prezantoheni shpesh solo apo me gjithë orkestrin? Me gjithë orkestrin. Të ka rënë ndonjëherë vetë të performosh me kitarë? Jo, nuk më ka Jo. A mendon se në të ardhmen do ta bësh këtë? Po, mendoj. Orkestri diku ka filluar para 15 vjeteve diku, do shta ma tepër. Dhe që nga ajo kohë kemi pas disa shkputje të vogla gjatë kohës së pandemisë, ndërsa pastaj gjatë gjithë kohës kemi qenë aktiv. Ekzistojnë domethënë para se të hyjnë në orkestrin që marrin pjesë në përgarë ose orkestrin e shkollës zakonisht që kemi, keni ato para përgatitjet ose si me thanë juniorët e orkestrit dhe pastaj do hyjnë tek orkestri që do të marrin pjesë në vazhdim domethënë. Po kemi shpesh herë domethënë për programet e shkollave zakonisht, programet e ndryshme komunale që mbahen në Dibër, por gjithashtu kemi marrë gati çdo vit marrim pjesë në përgara. Garat regionale që mbahen edhe garat që mbahen shtetërore. Domethënë jemi pjesëmarrës në shumë gara regionale që janë zakonisht. Këto që mbahen ne jemi në Maqedoni, në Perëndimore diku, ke pjesa e Maqedonisë Perëndimore. Kemi marrë shpesh herë gati vendet e para në regionale dhe 2 herë vendet e para në republikane. Po tash mandolina dhe gitara dhe instrumentet tjera që janë me tela me të dridhur, më parë ka qenë shumë më e përhapur dhe shumë më e shpërndarë, si me thënë, tek njerëzit, tek të gjithë. Tashi këto interesimi bie, si me thënë, instrumentave për shkak edhe të internetit, të rrjeteve socialeve, çdo gjë tjetër që tashi jemi koshient që ndodhin. Por megjithatë ne jemi munduar që ta ruajmë atë traditë që ka qenë më parë dhe vazhdon domethënë që të jetë edhe në shkollën tonë, vazhdon që të jetë. Mundohemi me shumë sakrifisa të themi të drejtën që ta mbajmë akoma atë që ka qenë edhe më parë. Përpos orkestrit, keni edhe kor në shkollë? Po zakonisht korin e aktivizojmë më tepër gjatë programeve artistike që mbahen në shkollë. Pak me sakrificë ndoshta pak më të madhe, po jo kor, do që ishim një grup kënduesish. Shkolla është e themeluar diku nga, në mos gaboj, nga viti 1995 dhe tjera atë vit është domethënë e hapur si shkollë. Ndërsa ka pas rinovime të ndryshme këto viteve të fundit.